Dyrët e xhenetit për ata janë krah të qelta. Miqde për ju nëna, sidomos nënat. Sidomos për nënat është shumë ma ndihshme janë. Zoti çdo nënë si dash sabër dhe gajret në sprovën që e ka në vladin e vet. Por për këto nëna themi miqde se dyrët e xhenetit i kanë krah të qelta me sabrin dhe durimin që e bëjnë në sprovën me cilën ballafaqohen 24 orë para syve të veta. Edhe materialisht, edhe shpirtnisht, edhe fizikisht. Zoti xhenet u bëft atinve. Dikush është provuar me fëmijë me sindromin Down apo me ndonjë sindrom tjetër, me ndonjë smundje tjetër që autizëm që janë fatkeqësisht në rritje e sipër këto. Sprova që njerëzit, vëllezërit tonë, motrat tona ballafaqohen me këto. Sprova me fëmijët e tyre. Ky hadith që transmeton i dërguari Allahut nga Allahu Azza wa Jall është një hadith madhështor që do të jep sabër dhe durim, forcë dhe elan me vazhdu në sprovën e tyre. Çdo besimtarit i cili është vetë i sprovuar dhe çdo besimtar dhe çdo njeri i cili e ka të sprovuar me vladin e vet. Pse po i përmendi këtë? Se po të isha pak më i ri, nuk do ta kisha përmendë vladin. Se ndonjëherë dhimbjen që e përjeton e vladi, prindi atë dhimbje ndjen alo ma shumë se sa vetë e vladi ti, fëmiu i ti. Ma herët kur s'kam qenë ndoshta prind apo kam qenë më i ri, ndoshta s'kisha ditë me shpjegu këtë thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kështu, por tash mund ta kuptoj, mund ta analizoj se sa vështirë ka një nanë e cila e ka fëmijën e vet me autizëm. Sa vështirë ka një nanë mjetën që fëmijën e vet e ka me ndonjë lloj të autizmit, se autizmi është paralizë cerebrale që thua, që është i verbër apo nuk ndëgjon apo është shurdh me met, që du të flet me mimika dhe kështu me radhë. Subhanallahu është një dhimbje që prindim atë dhimbje kështu në formë konstante përditshmërisht ballafaqohet dhe i bindur jam se prindi e ndjen atë dhimbje më shumë se sa vetë fëmiu i tij që e ndjen, apo kur njeriu vetvetiut edhe në vetë është i sprovuar. Thot Allahu Azza wa Jall fa sabara dhe robi bën durim. Zoti edhe ja merr syt, edhe e sprovon me autizëm, edhe e paralizon me ndonjë paralizë, apo e sprovon, ja merr dy durt, dy këmbë, ja merr të dëgjuarit, të folurit, shqisat e ndryshme dhe kështu me radhë, dhe robi bën durim. Thot Allahu Azza wa Jall, awattuhu minhuma al-jannah yuridu aynayhi. Thot, unë këtë sprov aty ja kompenzoj me xhenet. Allahu Akbar. Subhanallah. E kom marrë dy sy, ja sprovoj, e kom sprovu me marrjen e dy syve, e shpërblej dhe ky robi bën durim, shtash. Si bën durim? Po, kjo është me rëndësi. Si bën durim? Po, si bën durim? Edhe në kallëzot çka është e kundërta e mos durimit. Bën durim duke thonë elhamdulillah. Gjithë jemi të Allahut dhe gjithë të Allahut do të kthehemi. E shpreh imanin dhe bindjen e tij të fuqishme në Zotin e Madh. Dikush do të thotë po kjo pak është në llafe. Nuk është pak. Me i përjetu këto vujtje dhe me thonë falëndërimi takon Allahut dhe gjithë jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi dhe ky momenti kur ti thua gjithë jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi, ti manifeston përkuljen tonë dhe nënshtrimin tonë përballë caktimeve të Zotit Madh. Se Allahu as ka mujt ty me të falë me sy, as ka mujt Allahu një fëmijë që e ka sprovuar me autizëm ta kishte falë sikur shumica e fëmijëve tjerë që s'kan autizëm. As ka mujt Allahu dikan që e ka paralizuar me ndonjë lloj të paralizave që
edhe atë ta kishte falë, sikur fëmijët tjerë që s'kan asnjë lloj paralize, Allahu i madh me urtësinë e vet absolute ka dashur dhe ka përcaktuar që filoni të kenë këto sprove. Si cilin njeri në një formë dhe në një mënyrë e ka një sprovë në jetën e vetë. S'ka mundësi njeriu me qenë njeri dhe me jetu në këtë dunjo e që të mos ketë një sprovë të caktuar. Por, kur thotë falënderimi takon Allahut. Çka e ka shkruajtur Zoti? Na kështimi ndëgju, jemi mësuar me ndëgju të parët tonë. Elhamdulillah. Ka thonë el hikmi lillah. Kjo do më thonë el hukmu lillah. Gjykimi dhe vendimi takon Allahut azza wa jall. Allahu e ka gjiku dhe ka përcaktu që ky njeri tjetë i verbër, ky tjetë shurd me mec, ky tjetë i paralizum, ky tjetë i sprovum në evlat, ky tjetë i sprovum bashorte, ky tjetë i sprovum pasuri, ky tjetë i sprovum në nam, ky tjetë i sprovum në varfëri. Si cili ka sprovat e edhe i pasuri ka sprovat e veta në atë mënyrën e vetë. Dhe kur ai bën durim në atë, dhe thot falënderimi takon Allahut, gjitha gjendjet. Dhe thot gjithë jemi të Allah dhe tek Allah dhe të kthehemi, manifeston bindjen e tij se Allahu është perfekt. Dhe se krijimtaria e Allahut është perfekte. Dhe se Zoti i madh këto sprova që dikujt ja ka dërgu prej nesh, dhe se cili prej nesh i ka sprovat mënyrën e vet, këto i ka dërgu që na me manifestu karshi Zotit falënderimin dhe na të sprovojmë njëri me tjetrin. Andaj thot Allah në këtë hadith, e kur robi bën durim, unë këto sprova ati ja kompenzoj me xhenet. E thot në xhenet do t'i gjeje sytë e ti, do t'i kthehet të pamurit. Në kuptimin e asaj se kjo jetë është e përkufizume. Shembulli më klasik i mos durimit në shoqërinë tonë është fjala që më së shpeshti përdoret në popullin tonë. Ku më gjetë Allah i veç muve, stakfirullah. Kjo fjala është. Pa spat beti tërkan. Kjo është më edhe një fjalë që tregon edhe atë zemrën, keqet një njeriut. Si ka mundësi me ja paramendu dikuj tjetër që sprovë që te e ki? Kja dëshirosh dikuj tjetër. Me të vërtetë se ne kuptoj. Kjo tregon se edhe zemrën e keqe, e ka edhe imanin e keq. Ka problem me besimin e vetë. A veç muve, a s'pat tjetër kanë, deri kur be unë në kështo. Gjera fjalë të cilat fjalë tregojnë mosdurimin e një njeriut në sprovën që e ka. Dhe këto, veç janë ngarkoj sprovën, mos të mendone se ja letëson sprovën. Sa ai pse do t'i thot këto fjalë, nuk do me thonë se fëmiu i tij apo ai do të shërohet. Nuk do me thonë se kam ju kthi të pamurit. Nuk do të thot bile, këti i vanohet procesi shkaku se si drejtohet Allahut me lutje dhe dua që Allahu ta ndihmon në sprovën që ka. Shumë është me rëndësi. Andaj ky vetvetes me këtë sjellje, me këto shprehje, vetëm ja ngarkon krahas provës edhe gjunahat. Po krahas provës ja ngarkon vetvetes edhe një sprovë tjetër që është mosdurim. E që kjo shkakton shqetësim në zemrën e tij, në ritmin e zemrës tij, në mendjen e tij, në karakterin e tij, në arrogancën e tij, në moralin e tij. Andaj këta njerëz do njerë edhe marrin prej skeqe edhe infrakt. Prej skeqe do të hip shtypja, e humb të pamurit. Është konfliktuoz, është agresiv me njerëzit tjerë, nuk jep hapësirë njerëzit me i ndihmu. Nuk jep vullnet njerëzve me i ndihmu, se thonë njeri arrogant, njeri i pak zendur në lafa, ofendus, në çmus. Shifeni ki edhe izolot pastaj në vetveten e vetë, në fund edhe vetveten e merinat, që themina. E merinat i uren gjithë njerëzit,
fillojnë edhe të tjerit të largohen prej ti, nuk thamë që do ta urejnë, se shqyqër Zotit në vendin tonë ka njerëz që njerëzit me sprova tila, elhamdulillah në vendin tonë respektojnë, ju i pët përparsi, ju ndihmot, nga gjithë. Shqyqër pa përjashtim këtu, po i përmendi popullin tonë dhe shoqërinë tonë, kanë një sens dhe një solidaritet të pa me njerëzit që kanë Elhamdulillah. nevojat veçanta. E lusim Zotin e madh që çdo njeri që është provu me ndonjë sprovë, Allahu ati t'ja shton sabrin e gajretin, t'ja shton shpërblimet. Çdo vëlla, motër, non, bab, që është provu në vlat me autizëm, apo me ndonjë lloj të paralizës, apo me ndonjë smundje që mund ta ketë ndonjë, apo ndonjë smundje shëndetësore që ka fëmijët i Zoti, atyre ju dhash sabër e gajret, dhe ta dinë se e kanë shansën me fitu një shpërblim shumë të madh, dyrët e xhenetit për ata janë krah të qelta. Miqtë për ju nëna, sidomos nënat. Sidomos për nënat është shumë mazat. Ma ndihshme janë. Zoti, çdo nëna si dhash sabër dhe gajret në sprovën që e ka në vladin e vet. Por për këto nëna themi miqtë se dyrët e xhenetit i kanë krah të qelta me sabrin dhe durimin që e bëjnë në sprovën me cilën ballafaqohen 24 orë para syve të veta. Edhe materialisht, edhe shpirtnisht, edhe fizikisht. Zoti xhenet u baftatimve, edhe juve Zoti ju shpërbleft që përzgjedhet që këtë temë në këtë ditë Ramazani të e diskutojmë së bashku.